Bismillah. Salatu selam ala Rasulullah. Një këshill për vllau Lirindi po pyet për moshën e shtyer, të cilët akoma nuk kanë fal namaz, akoma nuk kanë filluar me fal namazin, edhe përgjigjja atyre çka është që po na vjen turp, po na vjen marrë, rrethi, ku e diune. Një pyetje unë ja u bëj. Çata që po thënë rrethi, çata që po thonë apo që të akuzojnë nesër apo ku e dione që thonë ti apo do me fal namaz, ai musliman. Nëse thonë një musliman, a duhet mi thonë ti aty nga muslimani duhet me fal namazin. A je musliman po. Përdesa je musliman, Allahu të ka obligu. Ai beson Kur'anit këtë thënë po. E çaj Allah në Kur'an ta ka bu obligim namazin. Pastaj ti gojat e njerëzve nuk mundesh mi nal. Qoftë për të mirë, qoftë për të keq. A ki pa për shembull gjithë ato mira euro i japin muslimanët, shqiptarët në përdasma, edhe në fund prap mileti ka me kritiku. Gjenë diçka. Se s'mundesh, nuk mundesh gjithë njerëzit me bo me një fjalë që ata ty mos me të kritiku. Dikush ka me të kritiku, dhe nëse ti mendon me u bo qefin gjithëve, kur s'ki me arrit këtë nocion. Është nocion i pa arritshëm, kënaqja e gjithë njerëzve, por nocioni i arritshëm është kënaqësia e Allahut. Atëherë mundohet që ta kënaqësh Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salam di çka ka thonë? Thot kushdo që e bën një vepër për hir të Allahut dhe njerëzit e urrejnë. Njerëzit e urrejnë për rreth, flasin, kritikojnë. Allahu subhanahu wa taala është ndryshuesi i zemrave, që ata njerëz që të kanë urryer në fillim, që të kanë shajt, me kalimin e kohës Allahu ja ndryshon zemrat edhe fillojnë me dashur. Për shkak të qëndrimit tënd. Por edhe e kundërta, nëse ti e bën një vepër, marr apo mjen, pe bëj shkaku që njerëzit mos të më thojnë. Po pin këtë alkool, ndarsa qysh më daune. Të pije daune, të kënaqin njerëzit. Këtë po e bën një vepër tash mos po na ku shkojnë, këtë edhe unë po shkoj. Allahu subhanahu wa taala, edhe pse në fillim ata dojnë, kinse dojnë, është ndryshuesi zemrave, ja u ndryshon mendimet e atyre njerëzve që kinset kanë dashur, pastaj kanë me të kritikuar. A din që plot njerëz vllazni ka që ndoshta të kritikojnë, mirë po me kalimin e kohës, ata që vetë kanë kritiku kur vjen puna për çështjet fetare, thot pyetni veç ata se ata s'dojnë me hin hak Allahut edhe 1 milimetër. Se ata batama me kanë. Këto i kumni unë vetë. Ata matama me kanë. Allahut në hak s'dojnë me hin 1 milimetër, bre. E din që haku është me besimtarët ata. Pastaj, kur shejtani nuk mundet me arrit të ti mundohesh me praktiku fenë Allahut subhanahu wa taala, direkt s'mundet me të godit ty. Çka bën? I gjen ata për rreth teje që i ki. E gjen gruan. Sa është për shembull e devotshme shumë. E gjen fëmijën. Baba po falet, baba është i devotshëm. E gjen mënyrën, i godet ata me përshpëritje për me të godit ty. E për më jamshin rrugën shejtanit, duhet një familje me qenë muslimane. Muslimane devotshme po flasim, në përgjithësi musliman jemi në Kosovë, po flasim me devotshme që mos me mujt me ndikuaj pastaj te ti. Mirë po, a ka me ndikuaj, a ka me fol prap, dhe më thonë, me dalë në përmjet rrethit dhe ty në përmjet rrethit me gjujt, me të sulmu, ato s'ki me mujt me ndalë. Nuk kanë mujt me ndalë, nuk e kanë ndalë realisht. Ka qenë ligje Allah në tokë, që pejgambert Allah t'jën kritiku, jën shoh, jën luftu. Kush jeti? Kështu që mos e qaj kokën, i ke mush disa vjetë, 50-60, vdekja po t'afrohet. Qullove jam fal namaz. Qullove jam fal namaz se vallahi, atë ditë kur vjen me laqja, kur ta shem me laqën, me dorëzu shpirtin, s'ki mo këthim mrapa. Mo nuk ki këthim mrapa. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, gjenazën e dërgojnë 3 sene, 3 gjena. Thot pasunia, fëmia dhe kush? Veprat e veta. Pasunia dhe fëmia kthehen. Çka i mbesin varr? Veç i mbesin veprat. Hiç kërkush s'mbetet, veç veprat e tua.
kanë 2-3 ditë një javë, fëmija, baba, ku e diune, djali, gruja, qika, motra, vllau, të harrojnë. Kush nuk të harron? Qaj që të ka kriju Allah Azza wa Jall me ato veprat e tua që i ke bo në këtë botë. Dhe se kjo botë është botë e mbjelljes farës dhe korja është në ditën e gjykimit me lejnë Allah subhanahu wa taala. Allah shpërblet.